Era e kafës së mëngjesit përzihej me tymin e lehtë të një cigareje që dikush e kishte lënë në tabaka. Unë rria në tryezën e kuzhinës, duke përkullur gishtin rreth buzës së Filshanit, ndërsa vëzhgoja lëvizjet e tij. Kunatim, Arlindi. Ai nuk ishte thjesht vëllai i burrit tim. Ai ishte një version tjetër, një kopje e përmirësuar, një hije që histe një dritë të çuditshme mbi gjithçka. Burri im, Gjentiani, ishte i mirë, i qetë, i parashikueshëm, një port i sigurt në stuhi. Por Arlindi ishte stuhja. Dhe unë, për turpin tim, e kisha zbuluar se nuk doja t'isha më në port. Gjithçka filloi në mënyrë të padëmshme, me vështrime që zgjasin një sekond më shumë se ç'duhej. Me një "të lutem" që ai ma thoshte për kripën, por që në buzët e tij dukej si një përshpritje në errësirë. Me mënyrën se si rregullonte flokët kur unë isha në dhomë, një gjest kaq i ngjashëm me Gjentianin, por tek ai ishte më i rumbullakët, më i qëllimshëm. Pastaj erdhi dasma e kushëririt të tyre, një festë verore me dritat që vareshin si yje të re mbi kopsht. Gjentiani ishte i zënë me gjaçallarët duke diskutuar për punë dhe politikë. Unë isha ulur vetëm, me një gotë verë të bardhë që po ngrohej në dorë, kur Arlindi u ul pranë meje. Ishte e gjatë dita, tha ai, duke u mbështetur prapa. Këmisha e tij e bardhë ishte pak e qarë në jak, duke zbuluar një cops të lëkurës në cirë. Era e tij, një përzierje uji kolonje dhe dielli, më mbështoli si një përqafim i padëshiruar. Po, munda të thosha vetëm. Ai nuk tha gjë për një kohë. Thjesht të rinte aty, duke pirë djenjë nga bira e tij, me sy të fiksuar në horizontin ku dielli po zhdukej. Pastaj, pa e kthyer kokën, tha: "E di çfarë mendoj unë. Mendoj se ti je si kjo verë. Dukesh e freskët dhe e thjesht nga jashtë, por brenda ke një thellësi që të gjithë e anashkalojnë." Zemra më filloi të rrah e gërsisht. Ishte një kompliment, por i mbështjell me një thikë. Ai po shihte diçka që as Gjentiani nuk e shihte. Dhe në atë moment, diçka u qel brenda meje. Arlindi ishte i gjithçka që Gjentiani nuk ishte. Gjentiani ishte i butë, i kujdesshëm, i përmbajtur. Ai më donte me një dashuri të ngrohtë dhe të sigurt, si e batanie në dimër. Por Arlindi ishte zjarri. Ai ishte i paparashikueshëm, i rrezikshëm. Ai mbante gjithçka në ekstrem. Kur fliste me zë të ulët, pothuajse një përshpritje, por fjalët e tij kishin peshë. Kur qeshte, ishte me të gjithë trupin, një shpërthim që infektonte të gjithë dhomën. Dhe ishte kjo dyfishim i çdo tipari që më tërhiqte dhe më tremte në të njëjtën kohë. Gjentiani më puthiste butë, sikur unë t'isha prej qelçi. Arlindi, në një ëndër të çmendur që pash netve më vonë, më puthiste sikur do të më thithte shpirtin. Gjentiani më mbante dorën kur ecnim. Arlindi do të më kapte për dore, sikur të mos doja të më linte kur të shkoja, me një forcë që linte shenja. Nuk isha bërë asgjë, jo ende, por faji më ngrinte në gjumë. Çdo mëngjes, kur shikoja Gjentianin duke fjetur pranë meje, me fytyrën e tij të qetë dhe të pafajshme, ndjeja një dhimbje në gji. Ai më besonte. Ai nuk e shihte se si unë e ktheja kokën kur Arlindi hynte në dhomë, se si rregulloja fustanin, se si qeshja më shumë me shakat e tij. Dhe pastaj ndodhi ajo e shtuna. Gjentiani kishte shkuar për të ndihmuar baban e tij me një punë në shtëpi. Unë kisha mbetur vetëm në shtëpinë tonë, duke lehtësuar një libër në divan, kur dëgjova qelsin në derë. Nuk ishte koha që Gjentiani të kthehej. Zemra më u drodh. Ishte Arlindi. Ai qëndronte në prag me një shishe verë në dorë dhe një shprehje të çuditshme në sy. Gjentiani më tha të vija të mbaja shoqëri, tha ai duke hyrë pa pritur ftesë. Ai do të vonohet.
Nuk i besova asnjë fjalë, po nuk e përzura. Ai eci nëpër dhomë, duke vëzguar gjithçka, duke prekur gjërat e mia. Gishtat e tij rrëshqitën mbi kopertinën e librit që kisha lënë hapur, pastaj mbi suveniret në raft. Kjo shtëpi ka erë tënde, tha ai duke u kthyer nga unë. Fjalët e tij ishin të ngarkuara. Ajri u bë i rënd. Unë ngriva, një drer në dritat e një makine që vinte me shpejtësi. Ai erdhi më pranë. Jo shumë, por mjaftueshëm sa të ndjeja ngjehtësinë e trupit të tij. Ai ngriti dorën dhe preku një fije floku që më kishte rënë mbi faqe. Lëkura e tij ishte e ngjehtë. Gjesti ishte i butë, por nën të ndjej një tension, një forcë e përmbajtur. A e di pse jam këtu? Më përshpriti, me një zë që më bëri të haroja se si të merja frymë. Jo për të mbajtur shoqëri. Jam këtu sepse nuk mund të shoh më duke qenë e tij. Sepse çdo herë që ai të prek, unë ndjej sikur më rëmben diçka që është e imja. Ai e ka gjysmën e asaj që unë kam për të dhënë. Ai të do gjysmën. Por unë, ajo mball, duke më shikuar thellën në sy. Sytë e tij ishin si dy pushtime. Nuk ishin të zinj apo kafe, ishin një ngjyrë stuhishme, një përzierje gri dhe jeshile që më zbulonin fundin e tyre. Ai nuk e përfundoi fjalin, por unë e kuptova. Ai e kishte dy fishin. Dy fishin e pasionit, dy fishin e dëshirës, dy fishin e rrezikut. Dhe unë, në atë moment, e ndjeva veten të ndarë në dysh. Një pjesë e imja donte të ikte, të largohej nga ai zjarr që kërcënonte të më dihte. Pjesa tjetër donte të digjej. Dora e tij zbriti nga flokët e mi në qafë, duke lëvizur ngadalë, duke lënë një gjurmë zjarri. Unë mbëdha syt, duke u përpjekur të gjeja forcën për të thënë jo, por fjala nuk doli. Ajo ishte blokuar diku në fyt, e mbytur nga tundimi. Ai ishte kaq afër tani sa mund të numëroja rrahjet e zemrës së tij, ose ndoshta ishin të mijat. Ai mbështeti balin kundër balit tim dhe pshertiu, një pshertim që dukej si një kapitulim. Është më e keqe nga sa mendoja, përshpriti ai. Mendoja se ishte vetëm një dëshirë kalimtare, por ti je si një ilaç. Sa më shumë të kem, aq më shumë të dua. Ai ishte pikërisht aty, një hap larg të gjithë asaj që kisha ndërruar dhe nga e gjithë asaj që kisha frikë. Ishte si të qëndroje në buzë të një gremine, duke parë thellësinë dhe duke ditur se një hap i gabuar do të thithte përgjithmonë. Unë hapa syt dhe pash pas tij. Pash foton ton të dasmës në mur. Gjentiani po buzëqeshte, i lumtur, i paditur. Dhe në atë buzëqeshje pash gjithçka që do të shkatëroja. Forca më erdhi nga diku në thellësi të shpirtit tim. E shtyva butësisht, duke krijuar një hapësirë midis nesh. Arlind, jo, thash, dhe zëri më dridhej, por ishte i vendosur. Kjo nuk mund të ndodhë. Ai është vëllai yt, unë jam gruaja e tij. Ai u tërhoq, sikur unë e kisha goditur. Por në sytë e tij, pash se nuk ishte mbaruar. Ishte një lëndim, po, por edhe një lloj admirimi. Ai ktheu shpinën dhe eci nga dera. Para se të dilte, unë dal. Nuk do të ndaloj së dëshiruari, tha pa u kthyer. Dhe ti e di këtë. Gjentiani të ka, por unë do të kem gjithmonë. Dy fishin e çdo gjëje që ai nuk mund të jap. Dera u mbyll pas tij, duke lënë një boshllëk të madh në dhomë. Unë rria aty duke u dridhur, me duart e mia që nuk pushonin së dridhuri. Nuk isha bërë asgjë, por gjithçka kishte ndryshuar. Tani, ku shikoja Gjentianin, nuk shikoja vetëm dashurinë e tij të qetë. Shikoja hijen e vëllait të tij, hijen e asaj që mund të ishte. Hijen e asaj që ishte dy fishi i të gjithëve. E dija se ky ishte vetëm fillimi, dhe se një ditë do të më duhej të zgjidhja. Por deri atëherë do të vazhdoja të rija në atë portë të sigurt, ndërsa stuhja, Arlindi, do të vazhdonte të gjemonte në horizont, duke më premtuar një botë ku gjithçka ishte më e madhe, më e nxehtë, më e rrezikshme.
dyfishi i jetës që kisha zgjedhur.